Përdorimi I mikrofonit në xhami. Kur ka dalë mikrofoni për herë të parë, kanë vu me një farë xhamie, kanë pas vu zmadhuesit e zonit, ja kanë shkuar një hoxhë nga thonë abon, ka thonë jo ki haram apo bidat ka thonë. Është në kundërshtim. Prandaj pishtënë mund të gajë, pishtënë seneve të reja që I vijnë njerëzimit. Më thonë çka është ajo e cila feja e pranon edhe ajo e cila feja nuk e pranon apo. E për shembull nëse na në argumentet e fesë. Për shembull edhe kjo është mirë, po çështja xhilafie nuk unë për veten nuk mund më e shujt. Mirë, po ato daljen nga qëndrimi që instrumentet muzikore janë të ndaluara në fenë islame, unë llogarisi, më thonë shadhllëk, me shujt pak më arabisht, pak më shit, më thonë është dalje nga, më thonë është izolim, mendimi I izolum unë llogaris. Okay. Ai I cili mendon që muzika është e lejuar. Edhe këngët edhe këto gjëra. Dietarët më shumë që kanë bëu mohabet është për çështjen e defit, ajo që unë përsëri po them, kum lexuar, kum dëgju, për çështjen e defit, më thon madje edhe te burrat është me bëu mohabet. Defi për të gratë nuk ka mos pajtim. Për te burrat është bëu mos pajtim, defi pasi a lejohet apo jo. Tash më po flasim në detaj. Ndërsa arkitektura kur flasim, ajo është ajo pe aty në gjanave të reja, ndryshimeve të reja për cilat duhet me dhon përgjigjen, feja duhet me dhon përgjigje. Ndërtimi I shoqënisë, a kupton? Dalja pi sistemit kabileve, me dalën sisteme moderne, domethënë që orientohen njerëz që vendosen nëpër qytete, që jetojnë jetën. Organizimi I shtetit në formë të ministrive. Organizimi I luftës me gjona të reja moderne dhe jo më ato që është bo lufta në ato zemane. Këto janë gjona të cilat ndrojnë, të cilat kanë nevojë për përgjigje për ulemave. Përdorimi I mikrofonit në xhami. Kur ka dalë mikrofoni për herë të parë, kanë vu me një farë xhamie, kanë pas vu zmadhuesit e zonit, ja kanë shkuar një hoxhë nga thonë abon, ka thonë jo ki haram apo bidat ka thonë. Pala që është e mushte pi shejtanit ka thonë, apo ç'pe bën ta ngëzosh. Do të thonë kjo është një diçka që njerëz në fillim ndodh, shpesh mund më ndodh, që në fillim njerëz tregojnë të rezistent ndaj tyre derisa dikur bëhet e një orë apo. Na me mujt me arrit veç me kuptu që të sen, me mujt me dal pak pi momentit, unë është të them dikuj, me dal pi realitetit ton ku je, me bo me sigurisht I papi disa viteve më vonë, disa mos pajtimet këtu edhe mundohem me këshyr me çat mendsi, me pa mos ka mundësi që dikur më vonë ka më bësh kjo e zakonshme, kupton, mesin e njerëzve. Edhe pranuar me krejt. Ka një du me inject këtu një historie. Po. Që Irfani më ka kallëzuar që Shehu Themini ka pas fetvan që nuk bën kaseta o haram, mi njëzu ligjeratat e veta. Derisa ka shku në Amerikat, pas një operacion, as diqa ku akon, edhe ka pa që shpërnoj kanë këta insan halli, musliman të ku kanë shka për derdhëm, edhe këte jetë ndronë fetfan që qonja aty në ligjeratat se në terë ku kanë, po këpëtan, më nësë pëmëri ka ligjeratat, shu që ka ndru pozicion për një qështje, të një risi le temi ta quj kushtimisht, një prurje e re që nuk është njoft, nësë që përmend në mikrofoni versi ilustrim aty. Edhe më mendoj që në vaktin kur Shehu Themini ka thonë që nëse ka është po e vazhdojmë po ndërtojmë mbi çat fjalë që për solle, hoxh Irfan. Më thonë nëse Shehu Themini çat vakt kur ka thonë unë jam I bindur që dikush tjetër e ka lejuar, kupton. E ka lejuar. E ka lejuar. Dikush ka pas le të themi guximin me I thon po, kupton. Okej. Në vaktin e Shehu Themini kur ai ka ndalu, prandaj na çka është kjo është ideja. Dikush nëse ruhesh për fjalëve të njerëzve, kupton, ka mundësi që nuk I më marr çat guximin për me dhon. Ta kish marrë dikush guximin që e pam te status që ma tregove. Do thonë me dhon fetfa në fillim me shpikjen e makinës shtypse të Gutenbergit, ta kupton. Do thonë kishim ja pa hajrin shumë më herët, ta kupton asë mesele. Mirë po u ndrojtëm me bokët veprim se kanë bërë deri në kohën tonë apo.